sa isha 18 vjeç erdha në Itali. Për 20 muaj, pastaj u detyrova të ikja, ka qenë fillimi I vitit më shkurt, mars në shkurt I 94-s, dhe nga aty marrim trenin për në Milano, nga Milano atje ku laheshin trenat përpara se të niseshin te lavazho jashtë stacionit qendror. Futemi në tavanën e trenit dhe përfundojmë në Frankfurt. Futesh në tavan ku? Si futesh në tavan? Po, në tavanën e trenit jemi futur. Ipën sipër? Po. Do me thënë ipën jashtë? Jo, do me thënë, I ke parasysh ati ku vjen mbi valigjet. Po, atë valigjet. Po, jo, në fund të vagonit, ku ndalë një vagon nga tjetri, është një si punë dritare e vogël, mund të themi e mbyllur, në fillim apo në fund të çdo lloji vagoni, ku janë dyert e trenit që futen njerëzit apo zbresin, dhe në tavan atje në atë pjesë ishte kjo dritare e vogël, atje jemi futur ne dhe jemi mshyer deri në Frankfurt. 4 veta. 4 veta aty? I bie nga Milano në Frankfurt, të fshehur aty? Nga Milano në Frankfurt atje, po. 4 veta. Në Frankfurt se ndaluat, e kishe idenë ku do ndaloj, apo të vej ku të vej? Të vej ku të vej. E dinim që vjen në Gjermani. Pastaj? Pastaj kemi zbritur, ne ishim komplet bloz, ishim të veshur mirë, por ati ishte vetëm bloz, tek ajo pjesë e trenit. Mund të imagjinoni. Vetëm bloz. Kishim dhe lekë me vete, ato që kishim punuar në Itali, të 4, e kupton? Lekë, do me thënë, unë mbaj mend kisha një 1,5 milion, 2 milion lireta, diçka e tillë, që I kishim hequr veç për vete, e kupton? Sa I dërgonin familjes, sa I mbanin për vete, I kishim me vete ato, futemi nga zbresim pastaj majmë një tren tjetër në Gjermani dhe vemi në Mainz. Ulemi aty në qendër, e mbajmë mend si sot, ka qenë një restorant portugez. Dhe ulemi për të ngrënë se ne kishim, nuk e di se sa kohë kishim pa ngrënë, e kupton? Mund të them 16 metra 20 orë, diçka e tillë, nuk dua të gënjej, e kupton? Me sa mbaj mendun, dhe ulemi për të ngrënë të 4. Mirë po ne dukeshim si ata kloshardët barbona. E kupton? Se ato ne ishim bërë komplet bloz. Gjën e parë që bëjmë, vemi në banjo për t'u larë. Ata u habitën, u shtanë, thanë, qa bëjnë këta? Kush janë këta? Ulen, të 4. Edhe presim tani që të vinin na shërbenin për të ngrënë. E kupton? Vjen ai e thotë, na fal, thotë, po për ju nuk kemi asgjë, do dilni për jashtë. Detyrohemi ne të 4, nxjerrim të 4 lekët në tavolinë e them ne duam për të ngrënë, të 3. E kupton? U shtan, tha na fal, nuk e dini, e kupton? Nëse pastaj ikni, tha, mund të lani shplani, fytyrën, duart, ne po këtej, edhe pastaj na solën për të ngrënë. Nuk mbaj mend ç'a ishin. Restorant, pizzeri, diçka e tillë. Ngrëm aty darkën, ka qenë rreth orës 6:30, 7, mund të themi, me sa mbaj mendun. Pastaj rini, mbasi e ngrëm ne, vajtëm disko, të kalonim darkën në disko. Aty hapë. Kjo ishte, pastaj ky ishte me thënë ndalimi I parë në Gjermani, pastaj ishim në kampet të mikpritjes. Mirë po atje, thoshte, me të gjua kështu, të regjistroheshim, ne s'kishim asnjë lloj dokumenti me vete, faktikisht. Qa të regjistrohem, si qytetar I Kosovës, por pa ndryshuar emrin, e kupton, e regjistrojemi aty, kemi në ku ishte? Në Köln.
Ishte në Buzlumit, një anije që e mbanin për mikpritën e emigrantëve refugjatëve, kishte nga vendet e Ballkanit, ca ishin nga Ukraina, nuk më mend diçka e tillë. Pastaj detyrohemi të ikim dhe që aty se nuk e di arsyeën, nejse. Të mirë një intervista, pastaj kemi ndenjur dhe një javë gjysmë, 10 ditë në Münster të Gjermanisë, që është një qytet studentor në periferi të Münsterit, jo shumë larg nga qendra e qytetit, nuk e di. Sa kohë në Gjermani? Sa kohë ndonjë në Gjermani? Në Gjermani kemi ndërnjur një muaj gjys. Kaq, e mbyllë me Gjermanin? Po. Po tani, ti nuk zi e vend, do me thënë, nuk zi e vend do diku. Itali, Gjermani, Greqi, nuk zi e vend. Nuk zim vend, ato ishin në rrethana, dhe ai të mirë në intervistë është nga jeti qytetari i Kosovës, që atëherë vendosa, thash, mua personi duhet më doj, ose më ka bërë nëna dhe babai, ose hiç fare. Dhe s'dua ta di. Çado që të ndodhi, unë jam Maksim Shoholli dhe pik. Jo jam nga këtu, jam me gjithë respektin për vëllezërit dhe motrat tanë në Kosovar, e kupton? Po si mund të them unë që jam në një vend tjetër që unë nuk kam qenë asnjëherë, po ç'e duhet të ndryshoj identitetin, ç'e duhet të mohoj vetveta. Kështu që ti me emrin tënd u nise rrugës për në Angli.